Në shkollat e qytetit të Vlorës, por dhe në njësitë administrative të bashkisë, vjet re një ulje e numrit të nxënësve. Shkollat po raportojnë 50 deri në 100 nxënës më pak këtë vit të ri arsimor që startoi të hënën e kaluar, por vetëm zyra vendore arsimore Vlorë-Himar me seli në Vlorë mendon të kundërtën. Sipas saj ka rritje të shifrave, por rritja duket se bëhet në mënyrë fiktive për të mos treguar realitetin e dhimbshëm të uljes së numrit të nxënësve, që në fakt është një realitet i përvitshëm. Çdo vit të ri shkollor në qytetin e Vlorës për shkak të mungesës ndër vite të ligjshmërisë dhe njëkohësisht emigrimit masiv, raportohet numër më i ulët i nxënësve, pasi shumë familje me fëmijët edhe në shkolla marrin vendimin që të largohen. Edhe pse ky trend është edhe i këtij viti, çuditërisht sipas zyrës vendore të arsimit në Vlorë, shifrat rriten. Shumë shkolla nëntëvjeçare dhe gjimnaze fatkeqësisht këtë vit kanë nisur mësimin me klasa të bashkuara, por një gjë e tillë nuk i bie në sy vetëm drejtorisë arsimore të Vlorës, e cila shifrat i nxjerr më pozitive se kur më parë. Të dhëna këto që kalojnë sigurisht deri në kufit e qesharakes për të mbuluar një sër faktorësh negativ të arsimit në qytet dhe politikave sociale dhe shoqërore, të ndërmarra ndër vite që mund të quhen me plot gojën se kanë dështuar. Ajo se çfarë vjet re është një mospërputhje eksakte e këtyre shifrave, e cila nuk përkon as pak me rritjen. Zyra vendore arsimore Vlorë-Himar duhet që të jetë më korrekte dhe më transparente në raportin e shifrave dhe jo t'i jap ato fiktive, thjesht dhe vetëm për të mbuluar plagën sociale, atë të uljes së numrit të nxënësve. Të gjitha shkollat raportojnë këtë vit të ri shkollor 50 deri në 100 nxënës më pak, por këto shifra bien ndesh me realitetin në Vlorë dhe Himar. Shumë shkolla në këto dy qytete rrezikojnë të mbyllen pasi kanë shumë pak nxënës, ndërsa shumë të tjera me forcë po mbahen për të mos u bashkuar, për shkak se klasat nuk plotësohen dot. Shumë mësues kanë mbetur pa punë, fshatrat që po braktisin çdo vit nuk kanë më njerëz, banor dhe jo më fëmijë në klasat e para apo nxënës dhe në ato të dhjeta. Zyra arsimore e Vlorës duhet që të bëjë një transparencë të plotë të situatës reale dhe jo të bëjë gjithçka të bardhë, dhe sikur gjërat po shkojnë vaj, kur realiteti është i dhimbshëm dhe i frikshëm njëkohësisht për të ardhmen.